Data 20 maj. Numrat. Kapitulli 29. Në muajin e 7, ditën e parë të muajit, do të keni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Do të jetë për ju dita e rënjes së borive. Do të ofroni si holokaust me erë të këndshme për Zotin një dëm të vogël, një dash dhe 7 qengja motak, pa të meta, bashkë me blatimin e tyre ushqimor prej maj miellit të përzier me vaj, 3 të 10 për demin e vogël, 2 të 10 për dashin dhe 1 të 10 për secili nga 7 qengjat, dhe një kec si flim për mëkatin për të bërë shlyerjen për ju. Përveç holokaustit mujor me blatimin e tij ushqimor, holokaustit përjetshëm me blatimin e tij ushqimor sipas normave të caktuara. Do të jetë një flim i bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin. Ditën e 10 të këtij muaji të 7 do të keni një mbledhje të shenjtë dhe do të përulni shpirtrat tuaj. Nuk do të bëni asnjë punë, dhe do të ofroni si holokaust me erë të këndshme për Zotin një dëm të vogël, një dash dhe 7 qengja motak që duhet të jenë pa të meta, me blatimin e tyre ushqimor prej maj miellit për zier me vaj, 3 të 10 për demin e vogël, 2 të 10 për dashin, 1 të 10 për secilin nga të 7 qengjat, dhe një kec si flim për mëkatin, përveç flimit për shlyerjen e fajit, holokaustit përjetshëm me blatimin e tij dhe libacionet e tyre. Ditën e 15 të muajit të 7 do të keni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni asnjë punë të rëndë dhe do të kremtoni një fest për Zotin 7 ditë me radhë. Do të ofroni si holokaust me erë të këndshme për Zotin një dëm të vogël, një dash dhe 7 qengja motak që nuk duhet të kenë të meta, me blatimin e tyre ushqimor prej maje miellit për zier me vaj, 3 të 10 për secili nga 13 demat e vegjël, 2 të 10 për secili nga 2 desht, 1 të 10 për secili nga 14 qengjat dhe një kec si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të tij dhe libacionit. Ditën e 2 do të ofroni 12 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, me blatimin e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për desht dhe për qengjat në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara, dhe një kec si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacioneve të tyre. Ditën e 3 do të ofroni 11 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, bashkë me blatimet e tyre ushqimore dhe libacionet për demat e vegjël, për desht dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, sipas normave të caktuara. Dhe një cjap si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të tij të ushqimit dhe libacionit të tij. Ditën e 4 do të ofroni 10 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, bashkë me blatimin e tyre të ushqimit dhe të libacioneve për demat e vegjël, për desht dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara. Dhe një kec si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacionit të tij. Ditën e 5 do të ofroni 9 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, me blatimin e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për desht dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara, dhe një cjap si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të ushqimit dhe të libacionit të tij. Ditën e 6 do të ofroni 8 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja pa të meta, me blatimet e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demat e vegjël, për desht dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara, dhe një cjap si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacionit të tij. Ditën e 7 do të ofroni 7 dema të vegjël, 2 desh dhe 14 qengja motak pa të meta, bashkë me blatimin e ushqimit dhe të libacioneve të tyre për demat e vegjël, për desht dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara, dhe një cjap si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit të tij të ushqimit dhe libacionit të tij. Ditën e 8 do të keni një asamble solemne, nuk do të kryeni atë ditë asnjë punë të rëndë dhe do të ofroni si holokaust, si flim të përjetshëm të bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin, një dëm të vogël, një dash dhe 7 qengja motak pa të meta, me blatimin e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demin e vogël, për dashin dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre sipas normave të caktuara, dhe një cjap si flim për mëkatin, përveç holokaustit përjetshëm, blatimit ushqimor të tij dhe libacionit të tij.
Këto janë flimet që do t'i ofroni Zotit në festat tuaja të caktuara, përveç ofertave për kushtet tuaja dhe ofertave tuaja vullnetare, si holokauste dhe blatimet tuaja dhe si libacione dhe flimet tuaja të falenderimit. Dhe Mojsiu u referoi bijve të Izraelit të gjitha ato që Zoti i kishte urdhëruar. Psalmi 73. Me siguri Perëndia është i mirë me Izraelin, me ata që janë të pastër nga zemra. Por sa për mua, gati po më pengoheshin këmbët, dhe për pak hapat e mi do të shkisnin, sepse i kisha zilim burravecët, duke parë mirëqenien e njerëzve të këqij, sepse nuk ka dhëmbje në vdekjen e tyre dhe trupi i tyre është i majm. Ata nuk po heqin si vdekatarët e tjerë, as pësojnë goditje si njerëzit e tjerë. Prandaj kryelartësia i rrethon si një gjerdan dhe dhuna i mbështjell si një rrob. Syt u dalin jashtë nga dhjami dhe përfytyrimet e çoroditura të zemrës së tyre vërshojnë. Ata tallen dhe kur disin me pabesi shtypjen, flasin me arrogancë. E drejtojnë gojën e tyre kundër qiellit dhe gjuha e tyre përshkon tokën. Prandaj njerëzit e tyre kthehen nga ajo anë dhe pinë me të madhe ujërat e tyre dhe thonë: si është e mundur që Perëndia të di çdo gjë dhe të ketë një hori të shumë i lartë? Ja, këta janë të pabes, megjithse janë gjithnjë të qetë dhe i shtojnë pasuritë e tyre. Më kot parapastrova zemrën time dhe i lava duar në pafajësinë time, sepse jam goditur tërë ditën dhe jam ndërshkuar çdo mëngjes. Sikur të kisha thënë, do të flas dhe unë kështu? Ja, do të kisha mohuar brezin e bijve të tu. Atëherë kërkova ta kuptoj këtë gjë, por ajo më duk shumë e vështirë. Derisa hyra në shenjtëroren e Perëndisë dhe mora parasysh fundin e tyre, me siguri ti i vë në vende të rrëshqitshme dhe kështu i bën që të bien në shkatërim. Si u shkatëruan në një çast, ata vdiqën të konsumuar nga tmerri. Ashtu si në një ëndër kur zgjohesh, kështu edhe ti o Zot kur të zgjohesh do të përbuzesh pamjen e tyre të kotë. Kur zemra ime acarohej dhe e ndjeja veten sikur më shponin nga brenda, unë isha pa mend dhe pa kuptim. Para teje isha si një kafsh. Por megjithatë, unë jam gjithnjë me ty. Ti më ke kapur nga dora e djathtë, ti do të më udhëheqësh me këshillën tënde dhe do të më çosh pastaj në lavdi. Cilin kam në qiell veç teje, dhe mbi tokë nuk dëshiroj tjetër njeri veç teje. Mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Sepse ja, ata që largohen prej teje do të vdesin. Ti shkatëron tërë ata që duke kurvëruar largohen prej teje. Por sa për mua, e mira është t'i afrohem Perëndisë. E kam bërë Zotin tim, Zotin, strehën time, për të treguar gjithë veprat e tua. Isaia, kapitulli 21. Profecia kundër shkretëtirës së detit. Ashtu si shakullimat kalojnë me të shpejtë nëpër Negev, kështu një pushtues vjen nga shkretëtira, nga një vend i tmerrshëm. Një vegim i tmerrshëm u shfaq. I pabesi vepron me pabesi dhe shkatëruesi shkatron. Dilo Elam, rrethoj o Medi, bëra që të pushoj çdo rënkim të ti. Për këtë arsye ijet e mia më dhëmbin shumë, më zun dhëmbjet si të preret e një gruaje që lind. Jam i tronditur nga sa dëgjova, jam i tmerruar nga sa pash. Zemra ime e ka humbur, tmerri më ka zënë, nata që aq shumë e dëshiroja është bërë llahtar për mua. Ndërsa po shtrohet tryeza, bëhet roj mbi kullën e vëzhgimit, hahet dhe pihet. Çohuni o krerë dhe vajosni mburojat, sepse kështu më ka thënë Zoti, shko, vër një roje që të njoftoj ato që shikon. Ajo pa qerë dhe çifte kalorësish, disa prej të cilëve kishin hipur mbi gomar dhe të tjerë mbi deve, dhe i vëzhgoj me kujdes, me shumë kujdes. Pastaj bërtiti si një luan, o Zot, ditën unë rri gjithnjë mbi kullën e vëzhgimit dhe çdo natë rri me këmbë të vendroja ime, dhe ja po vijnë disa qerë dhe çifte kalorësish. Atëherë ajo nisi të flasë përsëri. Ra, ra Babilonia! Të gjitha shëmbëltyrat e gdhendura të perëndive të saj janë për tokë të coptuara. O populli im, ato që kam shirë dhe kam shkelur në lëmin tim, ato që kam dëgjuar nga Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, unë ta kam njoftuar. Profecia kundër Dumahut. Më bërtasin nga Seiri. Roje, në çpi ka arritur nata. Roje, në çpi ka arritur nata. Roja përgjigjet, vjen mëngjesi, pastaj edhe nata. Në rast se doni të pyesni, pyesni. Pra, kthehuni, ejani.
Profecia kundër Arabis. Do ta kaloni natën në pyjet e Arabis, o karvan të Dedamitëve. I dilni para të etrurit duke i sjell ujë o banor të vendit të Temas. I kanë dalë përpara i kanakut me bukën e tyre, sepse ata ikin para shpatave, para shpatës së zhveshur, para harkut të nderur, para tërbimit të betejës, sepse kështu më ka thënë Zoti. Për një vit, ashtu si viti një argati me mëditje, tërë lavdia e Kedarit do të zhduket. Dhe ajo që do të mbetet nga numri i harkëtarëve, njerëzit trima të bijve të Kedarit, do të jetë një gjë e vogël, sepse ka folur Zoti, Perëndia i Izraelit. 2 Pjetrit, kapitulli 2. Por ka pasur midis popullit edhe profet të rem, ashtu si do të ketë midis jush mësues të rem, të cilët do të fusin fshehur as i herezi shkatëruese, edhe duke mohuar zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi veti një shkatërim të shpejtë. Dhe shumë vetë do të ndjekin doktrinat shkatëruese të tyre, dhe për shkak të tyre udhës vërtetës do të shahet, dhe në lakmin e tyre do t'ju shfrytëzojnë me fjalë të shpikura. Por ndërshkimi i tyre që moti nuk vonon dhe shkatërimi i tyre nuk po dremit. Sepse në qoftë se Perëndia nuk i kurseu ëngjëjt që mëkatuan për i hodhin në skëterë të lidhur me pranga terri që të ruhen për gjyq, dhe nuk kurseu botën e lashtë, por ruajti bashkë me 7 të tjerë në eon prej dikues të drejtësisë, kur solli përmbytjen mbi botën e të pabezëve, edhe dënoi me shkatërim qytetet e Sodomës dhe të Gomorës, duke i bërë shembull për ata që në të ardhmen do të jetonin pabesisht, dhe e çliroi të drejtin Lot, që u mundua nga sjellja imorale e këtyre të çoroditurve, sepse ky i drejt banonte në mes tyre e mundonte për ditë shpirtin e tij të drejtë, duke shikuar dhe duke dëgjuar veprat e tyre të palishme. Zoti do t'i shpëtojë nga tundimi i perëndishmit dhe do t'i ruajë të padrejtë që të ndërshkohen ditën e gjyqit, sidomos ata që shkojnë pas mishit në epshin e fëllëqësisë dhe e përbuzin pushtetin. Ata janë të paturpshëm, arrogant dhe nuk dridhen të blasfemojnë për dinjitetet, ndërsa ëngjëjt që janë më të lartë për nga forca e nga fuqia nuk sjellin kundër atyre gjykime blasfemuese përpara Zotit. Por këta, si shtanz pa mend, të lindura nga natyra që të kapen dhe të shkatërrohen, blasfemojnë gjëra që nuk i dinë dhe do të azgjesohen në prishjen e tyre, duke marrë kështu shpërblimin e padrejtësisë së tyre. Ata e quajnë kënaqësi, ta çojnë ditën ndër qefe, janë njolla dhe fëllëqësi dhe lëshohen pas mashtrimeve të tyre kur marrin pjesë në gostitë tuaja. Syti kanë plot kuror shkelje dhe nuk pushojnë si mëkatuari, mashtrojnë shpirtrat e paqëndrueshëm, kanë zemër të stërvitur në lakmin dhe janë bi mallkimi. Ata, pasi e lanë udhën e drejtë, u gabuan duke ndjekur udhën e Balamit, birit të Beorit, i cili e deshi pagën e padrejtësisë, por u shurtua për shkeljen e tij. Një kafsh barre i pagoi, duke folur me zë njeriu, e ndaloi marrëzinë e profetit. Këta janë burime pa ujë, re që shtyhen nga furtuna, të cilëve u rezervohet terri i errësirës për jetë. Sepse duke mbajtur ligjërata jashtë masë të fryra dhe të kota, bëjnë për vete, me anë të dëshirimeve të mishit dhe të shturjes, ata që kishin shpëtuar mirë nga ata që jetojnë në gabim. Ndërsa u premtojnë atyre liri, ata vetë janë sklever të prishjes, sepse prej atij që u mund dikush, atij i bëhet edhe sklav. Sepse nëse ata që u arratisen nga ndyrësitë e botës me anë të njohjes së Zotit dhe shpëtimtarit Jezu Krisht, nëse përsëri ngatërrohen nga këto dhe munden, gjendja e tyre e fundit është më e keqe se e para. Sepse do të qenë më mirë për ta të mos e kishin njohur udhën e drejtësisë, se sa pasi e njohin, t'ja kthejnë shpinën urdhërimit të shenjtë që u qedhen. Por atyre u ndodhi çka thot një fjalë e urtë e vërtet. Qeni u kthye në të vjellat e veta, dhe dosa e lar u kthye të zhgërryet në luc.